mua ishte zhgënjyese, kaq mund të them. Ishte zhgënjyese reagimi i Sonit në spektakël? Karshimeje. Nuk do e bëja unë, po t'isha në vendin e Sonit. Thjesht për respektin edhe për vitet që kemi kaluar së bashku në për evente apo si kolege. E kuptoj. Son? Unë e kam sqaruar edhe tek Agaj, kur më shmar mendim për situatën, nuk është dhënë e plot, e kam thënë që nuk kam asgjë, madje kur kam marrë vesh që është Jonida në fermë jam gëzuar dhe kam thënë sa mirë sepse do kem një person që i përket fushës time dhe normalisht që do e kaloj shumë më mirë. Pas videos. I vetmi reagimi imi e kam sqaruar edhe tek Iliri edhe në fermë është tallja që ishte bërë Malborës nga Jonida dhe nga Sara gjatë kohës të prajmit dhe e shikoja Malborën që po i Unë nuk do ta bëja të kursore Mara këtë gjë. Sepse mirë, nuk do arria kurrë në atë lloj dhune verbale. Jo, tu shmesh ajo që ta vazhdoj më tej se ende po japim pesh një gjëje që nuk duhet kishte ndodhur. Për hir të së vërtetës dhe merr turp kur e pa. Normal, më fal se jo, problemi është ky që ju të dyja nuk flisni dhe keni vendosur që të hesh. A ka të drejtë Ermali që thotë që ka diçka midis vajzave, por këto nuk e thonë. Sigur se pam dhe tek diskutimi më parshëm. Përsa i përket Sonit dhe Jonidës, unë kam përshtypjen që ngritja e Sonit në prajmin e kaluar ndodhi sepse u përfshi Sara. Pra ajo kaloi nga një debat mes Jonidës dhe Malborës në një përfshirje të Sarës që kam përshtypje për Jonidën më shumë do të ishte problem fakti që Sara gjithmonë tenton të futet në situatat e saj sesa ndërhyrja e Sonit, që këtë rast ishte kundrejt mbrojtjes të një fermere tjetër, megjithatë dhe ndërhyrjen e Sonit e shoh pak të vënuar, sepse nëse ka penguar që në fillim mënyra se si Jonida i është drejtuar Malborës, ka pas mundësi që tek dhoma ta bëj këtë lloj mbrojtje ndaj Malborës. Ashtu sikur se unë jam shumë dakord me ato që ke thënë Soni, pra forma e thënit që u bë Malborës ashtu publikisht e ngritur e aq e madhe, sigurisht që është fyese në një farë pike dhe pa diskutim e vë në siklet, kam si kërkon falje njëra tjetrës. Se e kemi bërë tani dhe ne këtë kërkon falje, do gërmosh ti edhe po të gënjejmë tyne, se këtë s'po e kuptoj, po vë në dyshim fjalët tona, e kemi thënë të dyja që nuk kemi patur ndonjëherë. Në faktun, por ripikoja Arminën që po thoshte kërko falje, se nuk shoh diçka që duhet kërkuar falje nëse unë jam bjerë e fyer, nuk doja të bëja viktimën në mënyrë absolute. Fjalët që i tha Soni i dëgjoj gjithë Shqipëria edhe ne këtu dhe ne edhe teje. Mënyra se si përgjigjesh ti dhe se si të ndërhyj Malbora në këtë cikël të bisedës, atëherë mund ta përfshish. Nëse nuk je dot në gjendje pa e përfshirë Malborën, atëherë e lëmë. Faleminderit. Se kaq edhe un kam reaguar ndaj këtij fenomeni këtu. Okej, do kthehemi